Velipoja do të ketë një pikë të re turistike, bëhet fjalë për rezidencën qeveritare që ndodhet në këtë zonë, e cila deri tani ishte jashtë funksionit. Në këtë hapësirë pas meje ndodhet godina qeveritare në Velipoj. Kjo ndërtesë për vite ka qëndruar e mbyllur dhe thuajse jashtë funksioni. Mirë po tani, pamja do të jetë krejt tjetër. Projekti është ambicios. Kjo godinë do të kthehet në një strukturë të turizmit ndërkombëtar, një strukturë akomodimi elitar. Nisma prek edhe rezidencën qeveritare në Vlorë, që ndodhet në zonën e ujit të ftohtë, edhe ajo pritet të rijetëzohet. Në Vlorë janë konkretisht 1644 m2 sipërfaqe, të cilat do t'i nënshtrohen këtij projekti, i cili synon të kthejë rezidencat qeveritare në struktura akomodimi elitare. Investimi pritet të japë një tjetër hovë turizmit në Vlorë e Velipoj.